Edhe kjo javë që lam pas mund të thuhet se kishte si epiqendër kryesore Akshin. Në kulmin e një prej skandaleve më të rënda që ka prekur Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, kur pritet transparencë, përgjegjësi dhe mbi të gjitha zbatimi i ligjit dhe drejtësi, shumica parlamentare, pra Partia Socialiste, Kryeministri Rama dhe mazhoranca e tij zgjedhin të ndryshojnë ligjin që rregullon veprimtarinë e Akshit dhe vetë drejtuesin e institucionit që krijon, menaxhon dhe mirëmban pjesën më të madhe të sistemeve digjitale në Shqipëri. Pra, Mirlinda Karçanaj ka dhënë dorëheqjen. Një deputet i mazhorancës, Erion Malaj, është nismëtari për të shndruar Akshin në shoqëri aksionere me kapital të përzier mes shtetit dhe privatit. Në dukje, kjo paraqitet si reformë modernizuese, por në thelb nisma ngre dyshimin e fortë se po krijohet një mekanizëm i ri për të zhvendosur përgjegjësinë dhe për të zbutur kontrollin publik mbi këtë institucion që menaxhon miliona euro fonde publike në vit dhe infrastrukturë kritike digjitale. Ky zhvillim vjen në një moment kur ish-drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, është në hetim për shpërdorim detyre dhe për një skem tenderash të favorizuar. Hetimet kanë hedhur dritë mbi mënyrën se si individ dhe kompani të caktuara në periudha të ndryshme kohore në këta 12 vjet të pushtetit të Partisë Socialiste dyshohet se kanë përfituar në mënyra preferenciale fonde publike duke përdorur institucionin në favor të tyre përkundrejt njohjes me drejtoreshën Karçanaj dhe sigurisht dyshime për ndarje rishfeti mes tyre. Një element shumë domethënës që ende nuk është bërë i qartë nëse ka patur procedim apo jo, është hetimi pasuror për të gjithë këta persona nga ana e prokurorisë së posaçme, pra Spakut, se në fund të fundit më shumë se sa vitet e burgut të atyre që kanë shkelur ligjin dhe përfituar padrejtësisht miliona euro, është rikuperimi i kësaj pasurie të pamerituar, pra rikthimi i saj në shtet përmes sekuestrimit dhe më pas konfiskimit me vendim të gjykatës në mënyrë ligjore. Por nëse këta persona të ndohen dhe më pas me marifete apo manovra lirohen apo ju shmangen dënimit pa ju cënuar pasuria, atëherë ky nuk është më sukses, por dështim për drejtësinë. Në çdo rast, pa krijuar paragjykime mbi drejtësinë, na duhet të presim se çfarë do të ndodhë. Për shembull, deri tani duhet thënë se është shumë qesharak momenti kur Ergys Agasi, njeriu kryesor nën akuzë për abuzimet dhe përfitimet në Aksh, përveç se nuk gjendet, pra është një person në kërkim që nuk gjendet, kur strukturat e ligjit shkojnë për ta shoqëruar, për 24 orë më pas ai arrin të zbrazë një qilar të tërë me shishe verëra të shtrenjta me vlerë miliona euro, pas një pengesë. Dhe kjo çështje u vu në gjumë. Askush nuk po thot asgjë më për atë dhe nuk po heton. Çështja bëri shumë bujë, se ishte një sfidë gati shumë provokuese në fakt dhe sfiduese për Spakun e të gjitha strukturat e tjera të ligjit, ku mirë që nuk arrin të kapin personin e shpallur në kërkim, por ai u merr në sy dhe qindra shishe verë nga më të shtrenjtat. Për këtë skandal brenda skandalit, dikush duhet të përgjigjet lishmërisht se shteti në fakt po del si leshko. Ndërkohë në rrafshin tjetër, atë administrativ dhe politik, në vend që të distancohet qartë nga skandali që e ka përfshirë këtë institucion dhe të kërkojë zbardhje të plotë të përgjegjësive, kryeministri Rama e cilëson Akshin histori suksesi. Dhe pa droje fare, madje me një lloj krenarie të guximshme, i doli publikisht në mbrojtje ish-drejtoreshës Mirlinda Karçanaj, e cila u largua nga detyra jo pa shkak, por për shkak skandali dhe hetimesh. Ajo u zëvendësua nga Igli Tafa. Ndjekim çfarë tha Rama në prezantimin e drejtorit të ri të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Në radhë parë desha të vi vetë për të bërë një falënderim shumë të madh për Linda Karçanaj, e cila ka punuar pranë meje për 2 dekada dhe më shumë, qysh se kemi qenë në Bashkinë e Tiranës, të cilën e njoh si një nga njerëzit më të përkushtuar ndaj funksionit dhe shërbimit publik në këtë vend. Jam i pikëlluar për gjithçka ajo po kalon, në radhë parë për agresionin barbar të portaleve dhe të rrjeteve të dhunës verbale që e asociojnë me gjëra të cilat nuk kanë asnjë lidhje me Lindën. Unë nuk hy në meritën e çështjes në fjalë, nuk kam dieni për
detaje që lidhen me aktivitetin e atyre kompanive të përfshira në një hetim. I them gjitha këto në respekt të një personi që për faktin se ndodhet sot në një kalvar nga ku unë dua të besoj me gjithë zemër që do të dali e pastër, por në të gjitha rastet nuk më takon mua ta them të gjë, i takon drejtësisë. Pra, le të bëjmë një analizë të qëndrimit të kryeministrit. Së pari përjashtoi veten nga përgjegjësia për aferat miliona euroshe që ka ndodhur në AKSH, që ndryshe nga shumë raste të tjera, është një institucion direkt në shkallë vertikale i varur prej kryeministrit. Pra, drejtoresha Mirlinda Karçanaj urdhëroi dhe vepronte me miratimin e Edi Ramës, besohet kryesisht, dhe kryeministri mund të mos ketë ditur çfarë kanë bërë pastrueset në AKSH, por është thuajse e pamundur që për kaq vite të mos ketë patur dieni se çfarë ka ndodhur në institucionin më delikat të informacionit dhe të dhënave me rëndësi specifike. Edhe po të marrim anën tjetër që nuk ka ditur asgjë çfarë ka ndodhur në AKSH, nuk është se kjo e përjashton kryeministrin nga përgjegjësia e tij, pasi mos veprimi është po aq i fajshëm sa dhe veprimi në vepra kriminale apo shpërdorim detyre. Ndaj, kryeministri ka disi të komplikuar situatën në raport me AKSH-in, pasi mendoni një çast që në kaq shumë vite aktivitet dhe vendimarrje, urdhra dhe autorizime verbale ose jo, Edi Rama të mos ketë ekspozime të cilat në fakt ja kanë publikuar në përzyra e Tureza Drekash e Darkash vetë yzmeqarët e tij apo miqtë e tij, me të cilët ai ka ndarë interesat publike. Pra, këta tipat nuk i kanë ngrënë vetëm dardha e moll nga pas shtëpinë e kryeministrit, por edhe e kanë ekspozuar lart e poshtë, sigurisht pa dijenin e tij, për afera që ata kanë kryer me ose dijen e tij. AKSH është një sektor i tillë, po imagjinoni sa sektor ka që individë të ndryshëm flasin në emër të kryeministrit. Për shembull, te lojrat e fatit, drejtuesit në atë sektor lart e poshtë flasin në emër të Ramës, si ta kenë kryeministrin vartës dhe jo ai ata. Pra, është krijuar ky lloj standardi ku luhet me shprehje të tipit ka thënë i gjati, ka thënë KM-ja, e tjerë pseudonime që e kanë zmadhuar faturën në Ramës aq shumë sa që kanë mbritur deri tek angjëllat e Spakut. Por le të kthehemi te apologjia e Ramës për ish drejtoreshën e AKSH-it. Kryeministri solli në vëmendje se Mirlinda Karçanaj është nënë vetme me 2 fëmijë dhe se ka ndërtuar një karrierë të shkëlqyer në administratë. Kur dëgjon këtë pasazh, mendon sakrificën e madhe që një grua bën, duke u kushtuar në fakt fëmijëve të saj të mitur, duke sakrifikuar nga koha e dedikimit ndaj tyre për të realizuar detyrën. Në fakt, nga të dhënat rezulton se fëmijët e zonjës Karçanaj kanë moshë madhore dhe nuk është fjala për ndonjë sakrificë të jashtëzakonshme dhe të ndryshme nga gjithë pjesa tjetër e prindërve apo administratës që kanë fëmijë, ose gjithkujt që punon në fundit. Elementi i ndjeshmërisë së sakrificës humane fut ujë në këtë rast, sikurse thot një shprehje popullore. Rama përmendi edhe bashkëpunimet e AKSH-it me kompani ndërkombëtare, duke deklaruar se ka dëgjuar fjalët nga më entuziastët për drejtimin dhe stafin e agjencisë. Një merit aftësisht që nuk i ka vënë kusht në dyshim, por çështja nuk është e aftësitë në punë, por aftësitë për të shkelur ligjin dhe në fakt shkëlqimi vërtet qëndron pikërisht në këtë pikë ku dhe duhet hetuar fort nga Spaku, te shkelja e ligjit në AKSH. Edhe pse deklaroi se nuk ka dieni për detajet e hetimit dhe se nuk i takon të shpallë pafajësinë e askujt, Rama artikuloi një mbështetje të qartë morale dhe politike për Mirlinda Karçanajn, që në fakt, në këtë mënyrë nuk e ka bërë për shumë bashkëpunëtorë të tij që janë larguar në heshtje pa asnjë mesazh formal dhe madje edhe me distancim të qartë prej tij. Ndërkohë Karçanaj u largua nga detyra jo se po shkon diku tjetër apo se doli në pension, fjala vjen, por po largohet si drejtuese implikuar në afera nga më të rëndat të veprimtarisë së AKSH-it, si favorizim kompanish të përcaktuara në tendera, fryrje vlerash për tendrat e shërbimeve të kërkuara dhe deri në pikpyetje për dieni të rrëmbimit të personave, si për shembull ish zëvendësit e saj Daniel Shima, një kontraktori tjetër si Geron Tmeçe, apo të paktën edhe 2 rasteve të tjerë që ende nuk janë bërë të ditur, por dyshohet se ka ndodhur. Zonja Karçanaj ka pranuar si rastësore njohjet e saj me Ergysa Gasin dhe Ermal Beqirin, 2 bosët real të AKSH-it në 2 apo 3 vitet e fundit, por kryeministri këtë fakt e anashkalon. Në të njëjtën frymë idioteske suksesi në një lumë skandali është edhe Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj. Dëgjoni pak superlativat inkurajuese të saj për një institucion ku drejtuesja në fakt
drejtuesja e tij dhe shumë punonjës janë implikuar në shkeljet e ligjit për të cilët prokuroria e posaçme pra Spaku po vjon hetime. Akshi për ne është një institucion i cili përfaqëson krenari. Arritjet e Akshit janë krenari për ne si qeveri, por janë dhe krenari për Shqipërinë, pasi shumë pak vende në botë kanë arritur në nivel të zhvillimit teknologjik, në nivel të ofrimit të shërbimeve atë që ne kemi arritur. Dhe shtylla kurrizore e të gjithë qeverisjes moderne, qeverisjes elektronike, në fakt është Akshi, jeni ju. Ju jeni duke punuar intensivisht për e-Albania 2.0, pra një numër i madh zhvillimesh, i cili jo vetëm i shërben qeverisjes më të mirë, më transparente, më të shpejt, më efikase me kosto më të ulët, jo vetëm i shërben qytetarëve dhe bizneseve, por na ngrën ne në një lartësi krejt tjetër. Në këtë frymë suksesesh në krye të Akshit emërohet një figurë e re me histori të vjetër. Ai është Igli Tafa. Kryeministri u tregua i kujdesshëm që në krye të këtij institucioni, që mund të quhet ndryshe edhe si depoja e sekreteve identitare të njerëzve dhe jetës së tyre, të emërojë një person brenda vathës së interesave të tij dhe që garanton vazhdimsinë e Karçanajt të larguar, ku bazohet logjika e vazhdimësisë. E thjesht, Igli Tafa është një personazh i Senjëtës Bahçe. Doni prova, mjafton të shohim se ai gëzon afrimitet dhe kooperim me Ermal Beqirin për rrjedhoj dhe me Ergys Agasin, padronët real të Akshit. Tani ju kemi paraqitur një email ku Igli Tafa shfaqet si pjesë e integruar e Soft Solutions të Ermal Beqirit. Është fjala për këtë personin këtu, pas meje. Dikush mund të thotë që a mjafton kaq? Edhe unë do thoja jo. Por Igli Tafa nuk ka lënë vend për ekuivok. Ai shfaqet në mënyrë permanente si partner dhe bashkëpunëtor me grabitqarët e fondeve të Akshit në vazhdimsi. Ja një pasazh tjetër ku ish drejtori i Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike shfaqet në prezencë të Ermal Beqirit, e se si ky ka me 10 raste. Pra, këtu kemi të bëjmë me një celul të mbyllur njerëzish dhe interesash që orientonin dhe do të vazhdojnë të orientojnë dhe menaxhojnë gjithçka në Aksh. Pamjet flasin vetë. E ndërkohë që ndodhin këto zhvillime dhe hetime, kompani si Soft Solutions të Ermal Beqirit vijojnë të përfitojnë tendera nga Akshi. Pronari i saj, sikurse kemi thënë dhe dihet publikisht, është shpallur në kërkim nga prokuroria e posaçme pra Spaku, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal i dyshuar për disa pengmarrje, 2 prej të cilave tashmë të provuara. Në çdo standard normal të një administrimi publik, ky fakt do të mjaftonte për pezullim të menjëhershëm të çdo marrëdhënie kontraktuale me shtetin deri në sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjeve dhe çështjes.